Nëse është njëta pyetje, unë mendoj që sfida ose risia, se Lita me drejt shteroi fare mirë atë që është trashëgimia e rëndësishme për të lavdëruar pak e qortueshme të thoshme, edhe pse ka disa njolla e zotit Dumani dhe konkretisht jo në mënyrën se si e ka adresuar akuzën publike, por do të thosha unë për një parantezë tek masat e sigurimit personal, pra ajo ka qenë thembra e akidit, që mendoj unë ka qenë dhe një problem i pranuar së fundin e raportin që u shpalos nuk u vënd për para 2 muajsh, raporti zyrtar i prokurorisë speciale, por kush mendojnë se, pra cilat mendojnë se do ishin sfidat e zotit Brau, të cilit i uroj gjithashtu suksese në këtë detyrë të rëndësishme, sfida unë mendoj do të jetë tashmë ku fillon dhe ku mbaron domeni apo territori i SPAK-ut për të avancuar akuzën publike ose goditjen e prokurorisë speciale ndaj zyrtarit publik. Dhe këtu unë dua ta ndërlidh procesin me seancën e datës 22 janar, ku në gjykatën kushtetuese unë mendoj është shtruar një çështje shumë e rëndësishme, e cila do të vendos vijën e demarkacionit kur vjen puna në ndërveprimin konfliktual by default, sepse ashtu është i dizenjuar, të SPAK-ut nga njëra anë, pra prokurorisë speciale që detyra ja kërkon të targetojë zyrtarët e lartë të mesëm, pra të lartë të mesëm, pra funksionarët të lartë të shtetit, dhe nga ana tjetër degëve të pushtetit, këtu kam parasysh ekzekutivin dhe legjislativin, por po doni edhe pushtetin horizontal që është qeverisja vendore, se ne kemi një kryetar bashkie, pra kryetarin e bashkisë më të rëndësishme të vendit, pra zoti Veliaj, ne kemi të goditur nga SPAK dhe ai është në arrest në burg, sot që ne komunikojmë, pra sot që flasim. Edhe pse ai ka mbi 50.000 vota, pra situash është i kuotuar më shumë se sa po ta marrim me mesatare 7 deri në 8.000 vota një deputet, ai është sa 7 apo 8 deputet i qarku Tiranë. I zhveshur nga imuniteti se deputetët kanë dhe imunitet. Pra, për ta përmbledhur, zoti Braho, unë mendoj që sfidën e ka me ata zyrtarë që do të jenë subjektet veprimit të SPAK, po që janë në detyrë aktive, se nga opozita, mendoj nuk ka ngelur më një njeri akoma për të goditur, pra Berisha është goditur, Mediu është goditur, Meta është goditur, zoti Petra më ndihmoni nëse kam harruar ndonjë nga PPD, nga jo vetëm Rama ka ngelur një. Jo, kishte tek opozita më shumë zoti Shella, me sa kuptova. Dhe mendoj që në këtë pikë ne kemi një ekuacion tashmë me një situash variabël të ri i cili është futur, pra ne diskutojmë eksaktësisht review-n e kësaj jave ku gjykata kushtetuese përveç se ka pezulluar një mas të GKK-s ndaj numrit 2 të qeverisë, pra numrit 2 të ekzekutivit zonjës Balluku, ka ndarë një datën 22 janar, për të shqyrtuar në seancë çështjen se ku fillon pushteti, pra ku, sa mund të zgjerohet pushteti prokurorëve dhe ku në fakt janë rezervat e pasënueshme të pushtetit ekzekutiv. Dhe mendoj që ky vendim do të jetë një vijë demarkacioni që do të përcaktojë edhe mënyrën se si vetë zoti Braho do të adresoj çështje që lidhen me korrupsionin e jagave të bardha. Nga sa unë vlerësoj, mendoj që në kuptimin e interesit publik, prioritare është mënyra se si SPAK-u ndërvepron me jakat e bardha, pra sa i efektshëm është në parandalimin e goditjen e korrupsionit, më shumë se sa i efektshëm është ky i fundit, pra SPAK-u në goditjen e grupeve strukturore kriminale, ndërveprimin me partnerët, pse jo goditjen tashmë që është dhe një tematikë e ditës të karteleve të drogës, dhe mendoj që në interesin publik, pra interesi publik, ose ku shkon interesi publik natyrshëm, tek mbrojtja e gjës publike, pra e res publikës, gjës së përbashkët, pra asaj që na bën të jemi bashkarisht së bashku në, po themi, stakeholders në Republikën e Shqipërisë, apo tek, po themi, deviancat e grupeve kriminale që ndërveprojnë me Venezuelën, me Caracas, me ato habet e narkotrafikut në botë, dhe këtu kalojnë ato kapilarët e tyre apo arteriet e tyre të qarkullimit të drogës. Dhe nëse deviza e zotit Braho do tjetë avancimi i akuzës publike ndaj atyre që vjedhin paratë e shqiptarëve, më shumë se sa, po themi, ndërveprime me partnerët për të goditur ata që vjedhin paratë e botës, unë mendoj që kjo do ta bënte atë më të respektuar dhe do ta shtynte përpara legasinë e Dumanit. Pra atë që Dumani na la trashëgim, ai do ta zhvillonte më tej dhe do kishte një SPAK edhe më të kuotuar. Por nëse tashmë edhe ndoshta fal një vendimi refraktar gjykatës kushtetuese që unë pres të